Jam në trenin e shpejtësisë lartë që lidh Shanghajin me Pekinin. Është rruga Shanghaj-Pekin, është një prej vagonave, pra një prej klaseve që do t'ju tregoj me detaje. Ju kam treguar për trenin një tjetër video, tani do t'ju tregoj pak a shumë si udhtohet. Unë jam në sitin 10A, që është i vendosur në këtë drejtim. Është shumë interesante, thash pse do t'ju tregoja. Linja Shanghaj-Pekin është linja e parë e shpejtësisë lartë të ndërtuar në Kinë. Mbas asaj që lidhte Shanghajin, aeroportin, pra me qendrën e qytetit, me stacionin e trenit qytet, që ishte treni i parë eksperimental. Ky është treni i parë Intercity, i kësaj shpejtësie shkon deri në 350 km/h, do t'ju tregoj, që lidh Shanghajin me Pekinin. Është ndërtuar në vitin 2011, pra 14 vjet më parë. Më pas u ndërtuan dhe shumë linja tjera të shpejta, që madje edhe më të shpejta, që lidhin Pekinin me qytetet tjera të Kinës, po kjo është e para, pra ishte eksperimenti i parë që u ndërmor. Pse ja vlen të marrësh këtë linjë dhe jo avionin? Bileta është më e lirë, kuptohet. Por ndërkohë në avion duhet shkosh 1 orë e gjys 2 orë përpara në aeroport, ndonjëherë edhe 3 orë. Duhet jesh të paktën 1 orë e pak fluturimi. Pastaj duhet udhtosh nga Shanghaj deri në aeroport 1 orë dhe nga Pekini ku arrin deri në qendër qytet 1 orë. Po ti mbledhësh gjitha bashkë bëjnë një 6 orë e ca. Ndërsa me këtë tren ti udhton nga qendra e Shanghajit në qendër të Pekinit për 4 orë e 21 minuta. Me gjithë kohën paraprake shkon rreth 5 orë e gjitha, pra është aty këtu. Tani pamja është fantastike, pamja është e jashtëzakonshme. Dua t'ju tregoj një herë vetëm njërin nga vendet dhe pastaj të mundohem. Ky është 10A-ja, është pjesa ku vendosen bagazhet, e gjitha është në formën e një kabine, pra është një kabinë e mbyllur, po ta vësh re. Ti mund ta mbyllësh dhe je komplet në privacy tënde. Po mundohem t'ju shpjegoj me detaje. Çfarë ofron kabina? E para njerë, ti mund të largosh këpucët dhe të veshësh pantoflat që janë në dispozicion, nëse do të lëvizësh në drejtimet e tjera. Këtu ke batanien që mbulohesh nëse do të flesh. Pra çfarë të ofron linja vet? Të ofron një snack të vogël, janë biskotat, të ofron edhe pjesën e pajisjeve të gjumit, pra maskën që mbyll syt dhe tapat e veshve që ti jesh në qetësi absolute. Sedilja është e ngjashme me sediljen e një business classi në avion. Ka pjesën e chargerëve që ti mund të chargjosh deri 1, 2, 3, 4, ku përfshihen dhe të gjitha modelet, për fat keq jo modeli ynë, po ashtu mund të përdorësh kufjet për televizorin dhe drita e leximit. Pra është e pajisur pak a shumë me të gjitha gjërat e nevojshme. Të ofrojnë kafe, të ofrojnë letra dhe lagura ujë gjatë gjithë kohës dhe një vakt ushqimi mirëfillt. Pra me të parë, me të dytë dhe me të tretë, ndërkohë që her pas here vjen stewardesa dhe të kërkon të të pyet nëse mund të kesh nevojë për gjë tjetër. Ky është komandimi i të gjithë sediljes. Po të vini re është dhe butoni që tret stewardesën, ndërkohë sedilja bëhet në pozicionin më normal, pozicionin gjysmë shtrirë dhe bëhet krevat fare, që t'ju tregoj, dritarja është dritare e madhe dhe pamja jashtë është shumë e bukur. Ti kalon, ka ndaluar në 2, në Hangzhou deri tani dhe në Nanjing, në ish kryeqytetin e vjetër të Kinës dhe një prej qyteteve më historike të Kinës. Ka një pjesë shumë të madhe përpara si tavolinë me gjithë letrat për shërbime, që është shumë interesante. Këtu ti ke të gjitha të dhënat për trenin, që nga drita, ndriçimi i ekranit. Këtë moment që po flasim bashkë jam duke ecur, jemi duke ecur me 347 km/h, po i afrohet shpejtësisë 350 që është maksimale, ja shkoj 348. Temperatura jashtë është 25 gradë Celsius. Brenda 25, jashtë 16 gradë Celsius. Këtu ti mund të shohësh si funksionon treni. Ky është ai që quhet vagoni i parë, që i ka vendet njëshe. Këtu jemi në vagonin e dytë, këto janë vagonet e klasit dytë,
që i kanë nga 2 në secilën anë, ka 17 vagon i gjithë treni, me një lokomotiv të shpejt, rikthehen prapa. Këtu janë të gjitha të dhënat e sediljes, shihni se si e ka sediljen dhe të tregon se si mund të funksionosh. Këtu janë të gjitha destinacionet, por kam frikë se këtu i ketë gjitha kinesçe. Kjo do të tregon se çfarë duhet bësh, si duhet dalësh, nga duhet kthehesh në tren, dhe është pjesa tjetër është ku jemi. Shiko, tani këtë moment po jep se sa afër jemi, ja Pekini, jemi nisur në Shanghai, në Hangzhou, në Nanjing, jemi duke e afruar Jinnanzi Station dhe arrim në Pekin. Pra data është 19 nëntor 2025, ora 14:34, i ka të gjitha të dhënat këtu, ndërkohë që kjo është pjesa e asaj që çfarë mund të shohësh, mund të shohësh dhe shifeni të dhënat për trenin. Kjo shpejtësia me cilën lëviz treni është një gjë mund të shohësh ka disa video që duhet i kthej tani. Pra këto janë video që lidhen me trenin. Ky është pjesa e brendshme e trenit, ajo siç ju tregova, tregon pjesën e brendshme, ja, konfigurimin e vagonit, me lulet sipas kam pa akoma, duhet shkoj të shoh. Është me të gjitha të dhënat, si hyn, ku shkon, shive video që tregon si mund të dosesh. Ky është njëri prej klaseve që përdoret, është identik sedilja që unë ju tregova. Ka një buton pastaj që edhe nuk e di, ja dhe pjesa e mbylljes sediljes, kondicionimi, i cili është komplet i personalizuar, ja ku është kondicionimi këtu. Si ta kthejmë chargeri telefonit, siç ju thash, por kam frikë se është vetëm për telefonat kinez. Ky është klasi tjetër, i cili është klasi më i thjesht, ja. Po gjithsesi prap keni parasysh një gjë që dhe dua të shoh edhe këtë, kjo thotë është banja. Unë nuk kam shkuar akoma për ta parë se nuk kam në kështu, po shihni se si është edhe me aksesim për personat. Ndërkohë ta mbyll këtë tani se kjo nuk ka shumë lidhje. Kjo ishte pra e gjitha. Tani jemi duke ecur me 343 km/h, nuk ka nevojë të lidhesh si në avion. Pamja jashtë është shumë e bukur, por nga të gjitha anët vetëm ndërtohet. Unë nuk kam parë një vend që ndërtohet. Çudia më e madhe është se unë kam lindur dhe jam rritur deri në adoleshencën time, gati deri 20 vjeç me trenat kinez. Ne i kemi hequr trenat kinez diku rreth viteve 2000, edhe ishin trena shumë modest. Imagjino si ka ndryshuar kryekëput teknologjia dhe zhvillimi. Ky tren është treni i parë që lidhte Pekinin, Shanghai me Pekinin, ose Pekinin me Shanghai në të kundërtën, me shpejtësi maksimale, dhe ishte revolucionarizimi plot i hekurudhave kineze. Mbas kësaj fakt dhe në botë ka filluar ideja e ndërtimit trenave shumë të shpejtë, kësaj shpejtësie të ngjashme, jo kaq shpejt, për të lidhur, megjithëse Franca ka pasur prova me TGV në saj, për të lidhur qytetet. Sot 1321 km nga Shanghai në Pekin, ose nga Pekini në Shanghai, bëhen për 4 orë e 20 minuta.